Duke nisur nga dita e sotme e shtunë 1 nëntor, qytetarët të cilët përdorin transportin urban të linjave të cilat janë në varësinë e bashkisë Kamz do të paguajnë më tepër. Vendimi është marrë që prej datës 29 shtator në mbledhjen e Këshillit Bashkiak Kamz, ndërkohë që qytetarët nuk kanë qenë as pak në dieni të një vendimi të tillë. Sipas qytetarëve, një vendim i tillë, pra rritja e çmimit të biletave, i rëndon së tepërmi xhepat e tyre dhe diçka e tillë është e papërballueshme. Qytetarët që përdorin linjat urbane të bashkisë Kamz nga kjo e shtuna do të pagojnë 50 lek për bilet nga 40 lek që është aktualisht. Vendimi është marrë që në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të datës 29 shtator, ndërkohë që siç theksojnë qytetarët, ata nuk kanë qenë as pak në dieni të një vendimi të tillë. Sipas këtyre të fundit, rritja e çmimit të biletave i rëndon akoma dhe më tepër xhepat e tyre. Unë sot e mora vesh dhe kur erdha këtij më tha fatorina që është ngritur për 500, i thash unë po bësh shaka, jo, më tha moja shikoje. Mu duke çike të çuditshme, po. Nuk është e drejtë, nuk është e përballueshme. Flas për shtresën që banojnë këtu në Kamz, është i çike lart, shumë shtrenjtë. Domethënë për këtë lloj çmimesh, me këtë lloj që jemi, është i çike shtrenjtë e papërballueshme. Po tani dihet Shqipëri kushtet këto janë. Sa i rëndon xhepat e qytetarëve një rritje e tillë? Të them të drejtën, për një njeri që me këto paga që janë minimale të 400 është e papërballueshme, sepse çmimet janë rritur, jo vetëm bileta, janë rritur dhe gjitha. Gjendja ekonomike është dihet. Ja, si një farë. Sa që jetoj për ditë, nuk është puna për mua, se unë vjen mua në Tiranë. Për mos gabim. Po, se di, se përballojnë njerëzit, rrogat janë të ulta. Mendoni se i rëndon xhepat e qytetarëve? Po, mendoj se po. Ishit në dieni? Jo, s'kemi qenë. Gjithashtu janë rritur edhe abonet. Po, kemi ne të në radhë 100 veta për të marrë një abonet. Pse mos kete abonet, marrin gjithë për shumicë. Edhe rritja, s'është mirë sot. Me këto rroga të ulta është shumë e vështirë. E papërballueshme. Çfarë do i bëjmë? Do sakrifikojmë. Rroga të ulta, takson shteti, drejton shteti. Asnjëherë s'e kishim dëgjuar. Vetëm thashë theme thoshim, po tani është reale. Shumë keq janë më. Jashtëzakonisht keq. I përballoni dot? Ku i përballohet, me 100.000 lekë. Jo normal, absolut. Është e përballueshme për ju? Absolutisht. Për rritjen e çmimit të biletës, Këshilli Bashkiak i Kamzës ka marrë në konsiderat kërkesën e operatorit privat, por nuk është marrë pëlqimi i qytetarëve, cilët tashmë do të duhen të përballen me tarifë të shtuar për të udhëtuar. Në të njëjtën mbledhje, Këshilli Bashkiak miratoi edhe rritjen e abonesë mujore për këto linja nga 1200 lekë në 1400 lekë, një rritje prej 200 lekësh ose rreth 17%.